Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhalla xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Ngjarjet dhe ndodhit në jetën e kësaj bote kalojnë me shpejtësi të madhe. Dhe kjo s'do men të ndershëm vëllezër se duke u afruar nga kiameti, ndodhit dhe ngjarjet e reflektojnë edhe më, shihen me një sy më të veçantë. Prandaj sot do të flasim për një fenomen i cili ka ekzistuar, por që në kohën tonë reflekton ndoshta në një mënyrë më të veçantë. Do të flasim për individualizmin, pra të jetuarit për vetvete dhe mos interesimi për të tjerët. Ky fenomen të ndershëm vëllezër, po flas në mënyrë kronologjike për pak çaste, para se të flas se si e detajon Islami çështjen e individualizmit. Pra individualizmi burimet i ka në civilizimet e hershme, pra para erës tonë. Kanë folë perandori të ndryshme, kanë folë persët e hershëm për këtë çështje, kanë folë edhe grekët e hershëm, kanë folë edhe filozofë të ndryshëm. Aristoteli në mënyrë të veçantë e ka përkrah idenë e individualizmit nga interesi shoqëror që e ka pas mësuesi i tij Platoni, siç thot në librin e tij Republika apo Shteti. E kjo çështje pastaj ka vazhduar edhe në civilizime të tjera dhe në kohë të ndryshme. Madje është përkrahur dhe nga studime të ndryshme, lëvizje të shumta. Këtë ka përkrah individualizmin edhe kapitalizmi, për dallim nga socializmi. Mirë po, kjo çështje ka marrë hovë dhe ka shpërthy edhe në kohën e teknologjisë. Praktikisht pra që nga mesi i shekullit kaluar dhe me theks të veçantë në këto 3 dekadat e fundit, çështja e individualizmit theksohet në rrafshe të ndryshme. Prandaj të ndershëm vëllezër, në mesin e krejt kësaj game e gjejmë Islamin, pra shpallin e fundit, që ka ardhur për t'i balancuar në mes të drejtave të individit dhe interesave të shoqërisë. Ky është Islami. Islami ka ardhur për të ndershëm vëllezër me i balancu vlerat. Andaj dhe themi se Islami na mëson që njeriu është krijesë sociale, e cila nuk mund të jeton vetvetiu, por jeton me të tjerët. Pra kur jeton me të tjerët, gjithsesi se e mbjell instiktin me i dashur të tjerët. Dhe ky është kulmi i vlerave morale. Me dash tjetrin është kulmi i vlerave morale. Ndërsa feja islame në rrafshin praktik, me i dash të tjerët e ka bë pjesë të besimit. Dashurinë për të tjerët, jo vetëm individualizmin, jo vetëm e dash vetveten, e ka bë pjesë të besimit. Sikur që njihet në hadithin e Enesit radhiyallahu anhu, ku pejgamberi alayhis salam ka thënë: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Nuk është besimtar i denjë, i mirë, i plot, ai i cili nuk ja don vllaut të tij të mirën siç ja don vetvetes. Pra, largimi nga individualizmi, mua dash të tjerëve të mirë. Jo vetëm kaq të ndershëm vëllezër. I tërë sistemi islam ka ardhur për me ngrit vetëdijen për t'i dashur të tjerët. Dhe mbi bazën e kësaj çështje, Islami i ka ndërtu konceptet e adhurimit. Ju e dini se tek popujt e mëhershëm, tek profetet e mëhershëm, ata që ka qenë ibadetxhi, adhurues të Allahut, kanë ndërtu dhoma për me ndërtu dhoma individuale me adhuru Allahun. Ndërsa në legjislacionin islam është xhamia. Xhamia. Pse xhamia? Jo një individ, kolektiv, bashk me lutë Zotin, bashk me u falë. Gjumaja nuk falet vetë, po dhe namazit ditor me xhamat shpërblimit veçanta siç e dim. Bashka xherojmë, bashk i falmi taravit, bashkarisht bëjmë iftar, bashkarisht apim zekat dhe sadaka. Humanizmi i përbashkët. Për atë arsye pra krejt kjo ka kuptim të ndershëm vëllezër për ta nxjerrë njeriu nga rreziku i individualizmit në interesin shoqëror. Andaj dhe Allahu bën thirrje në Kur'an, thot: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Bashkohuni, investoni
përpiquni, investoni aty ku është takvallaku, pra ku arrini devotshmërinë, edhe aty ku plotësonin vlera, në bamirësi. Këtë vlerë të ndershëm vëllezër e ka miratuar edhe vetë pejgamberi alayhis salam në misionin e tij. Vazhdimisht ka bërë thirrje për xhamat, me ju bashku xhamatit, grupit, jo në mënyrë individuale, siç ka ardhur në hadithin e Omerit radhiyallahu anhu, ku pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Aleikum bil jamaa wa iyyakum wal furqa." U porosis ti bashkoheni xhamatit, njerëzve, dhe u atërhiqi vërejtjen nga individualizmi. Shikoni pastaj çfarë thot. Thot: "Fa inna ash-shaytana ma'al wahid." Dini se djalli është me nishin. Djalli është me një person, me individin, me individualizmin. Kurse thot me dy, ai është më larg tyne. Pra të ndershëm vëllezër, këto se shumë ka mesazhe të ngjashme. Dora Zotit është me xhamatin. U porosisht ta përcjellni xhamatin, ta ndjekni xhamatin, hadithi tjetër. Dhe dini se ujku e synon delen e cila është e ndarë, pra individualizmin. Shikoni vëllezër, këto dhe shumë argumente të tjera japin me kuptu se vërtet xhamati, grupi, shoqëria janë vlerë. Kjo vlerë ndërtohet nga individi, por jo të nalet e individi, por të kalon vlera në shoqëri. Kjo vlerë të ndershëm vëllezër merr ngjyrim pozitiv kur i shtohet edhe një nuancë. Kur i shtohet nuanca që ky xhamat ose kjo dashuri për të tjerët të bëhet për Allahun. Kjo pastaj është kulmi i mirësive. Edhe këtë synojnë mesazhet hyjnore të ndershëm vëllezër. Largimin nga individualizmi, kalimin e investimit për shoqëri dhe për të tjerët që bashkë të shijojnë mirësitë, por krejt në rrugën e Allahut dhe për Allahun. Kjo pastaj paguhet shtrejt. Unë po e theksoj për shkak kohës së ngushtë, vetëm një thanje profetike, cilin e ka përcjell Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu, ku thotë e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thonë, thot Allahu xhalla xhelalu, është hadith kutsi. Al mutahabun fi jalali, fi menabir. Thot ata që janë dashur për hirën time, në ditën e gjykimit do të jenë të ulur në ulse nga drita, nga nuri, në mimbere nga drita. Yaghbituhumul anbiya wa shuhada. U kanë lakmi pejgamberët edhe dëshmorët, shahidat. Dhe të ndershëm vëllezër, ata që janë dashur për hir të Allahut, ata që kanë investuar për hir të Allahut, ata që janë larguar nga individualizmi, sepse individualizmi të ndershëm vëllezër mbjell shumë cilësi negative, shumë vese, dukuri dhe fenomene negative. Prandaj dhe të gjitha problemet rrjedhin nga individualizmi. Ata të cilët pra janë marrë vetëm me individualizëm, gjithsesi pra janë kanë rreziku besimin e tyre, karakterin e tyre, pastaj kanë rreziku dhe të ardhmen e tyre. Andaj të gjitha këto thrasin se vërtet nëse i qasmi interesit për të tjerët, me i dash të tjerët, me investu për të tjerët, bashkarisht me jetu, si familje me jetu, si çift me jetu, si shoqëri me jetu, kjo pra i ndërton vlerat në çfarëdo kohe dhe në çfarëdo vendi. Andaj lutim Allahun xhelle xhelaluhu që këto vlera për të cilat thirremi të jemi hisetari tyre, e them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni ju falje sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, gjithsesi që feja islame është fe e vlerave në çdo kohë dhe në çdo vend. Prandaj Islami ka ardhur që njeriu ta nxjerr nga egoizmi individual në interesa familjare dhe shoqërore. Që i bie se Islami ka ardhur me ndërtu individin, por ti te kalon dimensionet individuale dhe interesat e tij të shpërndahen në familje dhe në shoqëri. Kësaj ja dalën që të jemi të suksesshëm. Arsyeja krejt epilogu i kësaj teme të ndershëm vëllezër është se atë që e theksua në pjesën e mesme të ligjëratës së parë, hyrjes së parë, është se në kohën e teknologjisë që ne po jetojmë, vërejmë se gjenerata e teknologjisë e rrjeteve sociale ka kalu masovikisht në individualizëm, interesohet vetëm për vetveten e tij. Ka filluar familja të shpartallohet. Nuk ka më biseda familjare, nuk ka më ullë në sofër të ushqimit bashk, nuk ka më biseda familjare të përbashkëta, madje fillojnë këto të zbehen. Prandaj duam që t'i përkujtojmë të
të gjitha grup moshat, por me theks të veçantë, gjeneratat e reja, gjeneratat e teknologjisë, praktikisht të rrjeteve sociale, se shoqëria jonë, në të cilën ne po jetojmë, ka vlera dhe ka patur vlera dhe ka ndërtu vlera. Dhe këto vlera i kanë ndërtu pararësit tonë, prindit, gjyshrit, stërgjyshrit, Zoti i mëshiroj dhe i shpërbleft, të gjithë, të cilët gjithmonë kanë thirrë në interesat përbashkëta, gjithmonë kanë dashur atë që e kanë ta hanë së bashku, ta shijojnë së bashku, të jenë një për të gjithë, të jenë të gjithë në një interes të një individit. Pra, i kanë dhënë prioritet bashkësisë, të ruhet bashkësia, të ruhet shoqëria, për faktin se mbi ta ndërtohen vlerat. Dhe kundërta të ndershëm vëllezër, zbehin interesat e martesës, individualizmi. Zbehin interesat mu kujdes për prind, individualizmi. Zbrej interesat e humanizmit, ky është individualizmi. Prandaj shoqëria jonë edhe në çastet më të vështira e ka dhënë provimin e interesave shoqërore dhe kolektive. Pra, kanë investuar më të çmueshmen, më të dhimbshmen me qëllim që shoqëria të ngritet dhe të vlerësohet. Andaj të ndershëm vëllezër, duhet pra ne si prind të jemi më të vëmendshëm në raport me gjeneratat e reja, sepse kështu po mësohen, kështu po përcillen mesazhet përgjithshme, që secili që nga mosha e re, që nga mosha parashkollore, po aftësohen që merru vetëm me aspektin individual. Pra, për shkak se jashtë të shi, po mundona me përmbyll hutben të ndershëm vëllezër, shumë çka ka për të thënë këtë temë, por arsyeja e hutbes ishte paralajmërim që të jemi të vëmendshëm për realitetin që po ndodh, jo vetëm vendin tonë për mënyrë globale, por ne jemi përgjegjës për shoqërinë tonë, familjen tonë. Lutim Allahun xhelel xhelali që të na bën progresiv, të na bën të dobishëm, të na bën human. Lutim Allahun për pranim të veprat për vetvete e gjithë muslimanët. Lutim Allahun që t'i shëroj të gjithë të smuarit me theks të veçantë ata që kanë kërkuar që sot lutemi për ta. Disa të smuar të cilët janë në spital kanë kërkuar që të lutemi në mënyrë ekskluzive për ta. Allahu i shërohet me shërim të plot. Lutim Allahun që t'i mëshiron të vdekurit tanë.